Betejë e Kerbelas, Imam Hyseni dhe qendresa iraniane sot. Është viti 680 pas Krishtit. Një njeri, njipi i profetit Muhammed alayhi selam, udhton me familjen e tij nëpër shkretëtirën e Irakut. Me të janë 72 njerëz, burra, gra, fëmijë. Ata janë të rrethuar nga një ushtri prej mijëra vetash. U është prer ujë, u është prer rruga, u është prer çdo shpresë. Ai njeri kishte mundësinë të dorëzohej, të betohej besnikërisht ndaj sundimtarit të ri, të shpëtonte veten dhe familjen. Ai refuzoi. Dhe në ditën e 10 të muajit Muharrem, ai dhe të gjithë bashkëluftëtarët e tij u vranë. Trupi i tij u shkel me kuaj. Koka e tij u ngrit mbi shtizë dhe u çua në Damask si trofe. Ai njeri quhej Hussein ibn Ali dhe ajo ditë quhet Ashura. Kjo ndodhi para 1346 vitesh, por sot, në vitin 2026, milicet armatosura në Irak dhe Yemen, ushtarë të IRGS-s, komandant të Hezbollahut, të gjithë vazhdojnë të luftojnë në emër të asaj dite. Vazhdojnë ta quajnë çdo betejë të tyre Kerbelaja e re. Si është e mundur që një ngjarje vitit 680 ende drejton politikën, ushtrinë dhe ideologjinë e një shteti modern? Kjo është pyetja e sotme. Për të kuptuar pse Kerbelaja ka rëndësi kaq të madhe, duhet të kuptojmë kush ishte Husein ibn Aliu dhe çfarë përfaqësonte ai. Husein ibn Aliu ishte i biri i Aliut, kushëri dhe dhëndër i profetit Muhammed AS, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe i nipi të drejt për drejt të themeluesit të Islamit. Nëna e tij ishte Fatimja, e bija e dashur e profetit. Betejë e Kerbelas u zhvillua më 10 tetor 680 pas Krishtit, një angazhim ushtarak i shkurtur ku një grup i vogël nën komandën e Husein ibn Aliut, nipit të profetit Muhammed, u mund dhe u masakrua nga ushtria e dinastisë Umeide. Por çfarë solli Huseinin deri atje? Pas vdekjes së profetit Muhammed AS, paqja e Zotit qoftë mbi të, muslimanët u ndanë mbi pyetjen themelore: kush duhet ta drejtojë bashkësinë islame? Një grup, ai që do të bëhej sunizmi, besonte se drejtimi duhet zgjidhet nga bashkësia. Një grup tjetër, ai që do të bëhej shiizmi, besonte se drejtimi i takon linjës familjare të profetit, duke filluar me Aliun. Kur kalifi i ri Umeyyid, Jezidi, kërkoi besnikërinë e Huseinit, kjo nuk ishte thjesht kërkesë politike. Ishte kërkesë për të legjitimuar një sundim që Huseini e konsideronte të korruptuar dhe jo islam. Huseini e kuptoi shpejt se dhënia e besnikërisë ndaj Jezidit nuk do të shërbente për asgjë tjetër veç rrezikimit të mbijetesës së islamit. Për të mbrojtur islamin, ai nuk kishte zgjedhje tjetër veç përballjes me sundimin e Jezidit, pavarësisht pasojave. Dhe kur mori lajmin se qyteti i Kufës po e ftonte të vinte, ai vendosi të shkojë. Edhe pse i paralajmëruan se mbështetja e Kufës ishte rënë, edhe pse dinte se po shkonte drejt vdekjes. Pse nuk u kthye? Sipas traditës šiite, nuk u kthye sepse vdekja me dinjitet ishte më e çmuar se jeta me turp. Le ta vizatojmë ditën e asaj beteje, sepse detajet janë ato që e bëjnë kaq të fuqishme në ndërgjegjën šiite. Huseini dhe 72 shokët e tij ishin të rrethuar në shkretëtirën e Kerbelas, afër lumit e Ofrat. Ushtria e Jezidit i preu ujin. Huseini e dinte fundin, por refuzoi të dorëzohej. Natën para betejës, Huseini mblodhi të gjithë shokët dhe u tha: "Këta njerëz më duan vetëm mua. Çdo kush që dëshiron mund të largohet në errësirën e natës." Asnjë nuk u largua. Në mëngjesin e 10 Muharremit, lufta filloi. Beteja ishte e njashme dhe mbaroi me fitore vendimtare të Umeidëve. Huseini luftoi deri në fund, vdiq i plagosur, trupi i tij u shkel, koka e tij u pre dhe u dërgua si dhuratë për Jezidin në Damask. Gratë dhe fëmijët e familjes së tij u zuan rob dhe u çuan në qytete si ekspozit. Vrasja e nipit të profetit tronditi bashkësinë muslimane. Sipas Abdul Aziz Sachedinaj, beteja shihet nga shiitët si kulmi i vuajtjes dhe shtypjes, hakmarrje për të cilën u bë një nga objektivat kryesore të shumë kryengritje shiite. Por ka diçka edhe më të thellë psikologjikisht. Huseini për shiitët është martir i rezistencës kundër shtypjes, ndërkohë që Jezidi i përfaqëson atë shtypje. Si minoriteti i persekutuar gjatë gjithë historisë, shiitët i bën këto koncepte qendrore të traditës tyre.
Ky është Chelsea. Kerbelaja nuk është thjesht histori e humbur, është narrativa e identitetit, e popullit të shtypur, të tradhtuar, të braktisur, por që refuzon të dorëzohet. Për 1300 vjet, shiitët e kanë mbajtur gjallë kujtimin e Kerebelas me intensitet të jashtëzakonshëm. Shiitët mysliman anemban botës e trajtojnë ditën e 10 Muharemit si ditë zije publike. Miliona pelegrinë shkojnë çdo vit në Kerebela të Irakut për Ashurën. Numri është shpesh ndër grumbullimet njerëzore më të mëdha në botë, duke arritur deri në 20 milion vet. Por ka diçka shumë të rëndësishme që duhet kuptuar. Për shumë shekuj, ky vajtim ishte pasiv. Kishte dimension politik, por kryesisht ishte ritual fetar. Vajtim, zi, kujtim. Shiizmi tradicional kishte një prirje drejt qetësisë politike, duke pritur kthimin e imamit të 12 para se të veprojë. Bota ishte e padrejtë, por ndryshimi i vërtet vinte vetëm me Mehdiun. Ky qëndrim do të ndryshonte rrënjësisht në shekullin 20. Dhe njeriu që e ndryshoi quhet Ali Shariati. Ali Shariati ishte intelektual iranian i shekullit 20, i arsimuar në Paris, indikuar nga Sartri dhe Marksi, por thellësisht i rrënjosur në traditën islame. Shiitët socialist besonin se Imam Huseini nuk ishte thjesht një figurë e shenjtë, por i shtypuri origjinal, dhe vrasësi i tij, Kalifati Suni Umeid, ishte analogjia e shtypjes moderne të popullit iranian nga shahu. Shariati bëri diçka revolucionare, e ktheu Kerbelën nga mit fetar në program politik. Shariati popularizoi një thënie nga shekulli 19. Çdo vend të bëhet Kerbela, çdo muaj të bëhet Muharrem dhe çdo ditë të bëhet Ashure. Më vonë, Khomeini e përdori këtë. Mesazhi ishte i qartë dhe shumë i fuqishëm. Mos qaj për Huseinin, bëhu Huseini. Mos prit Mesian, lufto tani. Shtypsi nuk është vetëm Jezidi i vitit 680, është shahu, është Amerika, është çdo pushteti pa drejt i kohës sonë. Ky transformim ideologjik ndërtoi urën midis shiizmit tradicional dhe revolucionit modern. Dhe Ayatullahu Khomeini, duke ndërtuar mbi idetë e shariatit, e ktheu këtë urë në autostradë. Duke dënuar monarkinë iraniane, Ayatollah Khomeini shkroi: Lufta e Huseinit në Kerbela interpretohet në të njëjtën mënyrë si lufta kundër parimit jo islam të monarkisë. Pra shahu i Iranit u bë Jezidi i ri, dhe Ayatollah Khomeini, në rolin e kujdestarit të imamit të 12, u bë zëthënësi i Huseinit. Khomeini planifikoi një seri protestash gjatë muajit shenjtë të Muharremit që të kulmonin me protesta masive në ditët e Ashures. Revolucioni i 1979-s u ndez pikërisht nën simbolikën e Kerbelas. Por prova e vërtetë e kësaj ideologjie erdhi me luftën Iran-Irak të viteve 1980-1988. Republika Islamike prezantoi luftën Iran-Irak si vazhdim të shenjtë të betejës së Kerbelas. Besimi në shpërblimin shpëtimtar të vdekjes martiriale ishte thellësisht inkulitur në kulturën shiite, dhe Khomeini e përdori këtë botkuptim fetar, si mjet për të nxitur të gjithë burrat iranian të luftonin dhe vdisnin si për vendin, ashtu edhe për besimin. Djemtë e rinj iranian, shumë prej tyre 14 deri 16 vjeç, shkonin me qensa plastike në qafë drejt fushave të minuara. Qelsat simbolizonin hyrjen në parajs. Vdekja nuk ishte humbje, ishte fitore shpirtërore. Irani ka shpenzuar rreth 30 miliard dollar që nga viti 2011 vetëm për luftimet në Siri. Rreth 11.000 luftar të huaj shiit, 3.000 trupa të IRGC-s dhe 8.000 militant të Hezbollahut ishin në terren në Siri deri në vitin 2016. Të gjithë ta njerëz në Siri, Yemen, Liban, Irak kishin një arsyetim të kërbashkët. Jemi trashëgimtarët e Huseinit, jemi në Kerbela në re. Vdekja jon është martirom. Dhe tani arrim te lidhja me ditët e sotme, dhe është e drejtë për drejtë dhe dokumentuar.
Irani ka përdorur metaforën e Kerbelas për të frymëzuar dhe inkurajuar rezistencën kundër shahut në 1979, invazionit të Saddam Huseinit ndaj Iranit në 1980, invazionit izraelit të Libanit në 1982, trazirave të lëvizjes së gjelbër në 2009 dhe, kohët e fundit, konflikteve në Siri, Irak dhe Yemen. Republika Islamike nuk e shikon revolucionin e 1979 si ngjarje të mbyllur, por si luftë të përjetshme kundër armiqve tiran, të brendshëm dhe jashtëm. Rezistenca nuk është opsion, është identiteti dhe destinacioni eskatologjik i revolucionit. Para vdekjes së tij, Ayatollah Khamenei vlerësoi se konflikti me SBA-n dhe Izraelin duhet zhvilluar si përballje nëpërmjet lentës së Kerbelas. Kjo nuk është retorik boshe, kjo është doktrinë ushtarake. Kjo rrymë radikal apokaliptike percepton konfliktin ushtarak si provë besimi, në të cilin humbjet midis ushtarëve apo civilëve musliman konsiderohen martirizim në rrugën e Imam Huseinit në Kerbela. Dhe pikrisht, ndodhi diçka dramatike kohët e fundit. Pas fillimit të sulmeve të përbashkëta SBA-Izrael kundër Iranit, milicet e mbështetura nga Irani thirrën kthejeni këtë në Kerbela'n e re, deri në fitore ose martirizim. Ky nuk është slogan i zbrazët, është thirrje për luftë bazuar mbi një narrativ 1346 vjeçare. Tani vjen pyetja strategjike që perëndimi po e trajton keq prej dekadash. Si negociojmë me një kundërshtar që beson se lufta është akt fetar? Si bindim dikë të dorëzohet, kur dorëzimi për të është blasfemi? Si shpjegojmë sanksionet si presion, kur ai i interpreton si konfirmim profetik të shtypjes? Ushtarët në ushtrinë iraniane, IRGC, polici dhe shërbime të tjera të brendshme të sigurisë do të mbeten aktiv, të armatosur, të organizuar dhe mbi të gjitha të motivuar ideologjikisht për të zbatuar revolucionin e 1979-s. Ky është problemi real. Nuk është çështje armësh, nuk është çështje sanksionesh, është çështje besimi, dhe besimi nuk shkatërrohet me bomba. Aksioni ushtarak serioz kundër Iranit mund të rezultojë në një reagim nacionalist që do të galvanizonte qytetarët e tij, madje edhe ata kundër regjimit, për të marrë qëndrim kundër Washingtonit. Historia na mësoi se kur nuk duhet të sulmosh dikë nëse ai do të jetë i lumtur të vdes. Huseini nuk kishte ushtri, nuk kishte pushtet, nuk kishte fitore ushtarake, por kishte diçka që sundimtarët nuk mund ta vrisnin. Narrativën. Dhe ajo narrativ sot drejton shtetet, financon ushtri, inspiron vdekje të qëllimshme dhe justifikon luftra të tëra. Kjo nuk të thotë se narrativa është e drejtë. Siç kemi parë gjatë gjithë kësaj serie e idet, fetare apo laike, kur bien në duart e pushtetit politik, zhndrohen nga shpresë në armë. Huseini refuzoi kompromis me padrejtësinë. Ky është mesazhi i tij origjinal dhe është mesazh i bukur, njerëzor, universal. Por regjimi iranian e ka marrë atë mesazh dhe ka zhndruar në justifikim për hegemoni rajonale, financim të terrorizmit, shtypje të popullit të vet iranian dhe thirrje për luftë. Ky është paradoksi tragjik i Kerbelas sot. Huseini luftoi kundër Jezidit. Pyetja që populli iranian po i bën vetes gjithnjë më shumë është kush është Jezidi sot? Faleminderit që ishit me ne në këtë udhtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.